Përshëndetje, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera, sot do të ndiqni. 289 lindje janë shënuar në maternitetin Dimit të Çuçi në Gjirokastër gjatë vitit 2025, ndërsa bebja e parë për vitin që sapo hyri u regjistrua më 3 janar me ardhjen në jetë të një vajze. Në vijim të punës për restaurimin e plotë të manastirit të Spiles dhe kishës së Shënmërisë, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore është duke kryer fazën përfundimtare, e cila konsiston në restaurimin dhe konservimin e afreskeve të këtij manastiri. Ky proces pritet të përfundojë në janar të 2026-s. Universiteti Ekrem Çabej mbetet i angazhuar për të rritur pjesëmarrjen në programin Erasmus Plus dhe për të ofruar studentëve më shumë horizonte europiane. Vetëm gjatë janarit pritet i drejtohen letonisë e polonisë 6 studentë, ku njëra prej tyre është Dea, për të cilën do të shënohet eksperienca e dytë Erasmus. Fabrika e përpunimit të ullirit në bashkinë e Finiqit funksionojnë normalisht, por asnjë fermer nuk ka mundur të sigurojë certifikimin e prodhimit të vajit. Njëkohësisht, deri tani nuk është bërë e mundur ndërtimi i qendrës së grumbullimit të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Ju njohim tani më gjerësisht. 289 lindje janë shënuar në maternitetin Dimit të Çuçi në Gjirokastër gjatë vitit 2025. Bebja e parë për vitin që sapo hyri u regjistrua më 3 janar me ardhjen në jetë të një vajze. Ohana është vajza që hapi regjistrin e lindjeve në maternitetin e Gjirokastrës për vitin 2026. Ajo erdhi në jetë me parametra normal ditën e 3 janarit nga 27 vjeçarja Jonada, si fëmija e dytë e familjes Bakullati. Linda fëmijën e dytë këtu në Gjirokastër, vajzë, kam një djalë të parin 5 vjeç, sollëm dhe një vajzë në jetë, emrin e quajnë Ohana. Ja ka vendosur djali, i pëlqente atij. Deri tani shumë mirë. Jam e kënaqur. Materniteti ka qenë si gjithmonë në gatishmëri gjatë ditëve të fundit të vitit 2025 dhe fillimit të vitit 2026. Ka qenë një, le të themi, një fund vit dhe fillim vit përgjithsisht i qetë, pa ndonjë gjë për të shënuar. Lindja e parë ka ndodhur në datën 3 janar. Ka lindur një fëmijë seksit femër me peshë 3,700 i shëndetshëm dhe lindjet e tjera vazhdojnë dhe në ditët në vazhdim. Krahasuar me 2024, numri lindjeve gjatë 2025-s në maternitetin Dimit të Çuçi është rritur me 18, thot Migena Kuro, shefe e shërbimit obstetrik ginekologjik. Në maternitetin e Gjirokastrës për vitin 2025 ka patur 289 lindje. Rreth 18 lindje më shumë se një vit më përpara. Në këtë maternitet, siç dihet, lindin kryesisht qarku i Gjirokastrës, që përfshin në Përmetin, Tepelenën, Këlsyrën, fshatrat e tyre. Por tek ne vijnë lindin edhe paciente nga rrethi Sarandës, nga Delvina. Dhe kjo fal punës që bën gjithë personeli për të rritur cilësinë e shërbimit, dhe në këtë mënyrë ne justifikojmë që jemi jo vetëm për qarkun e Gjirokastrës, por edhe më gjerë. Në përgjithësi, lindjet nuk kanë qenë vetëm nga moshat mbi 35 vjeç, kemi pasur dhe mosha më të reja në vitin që kaloi, çka, si të thuash, kundërshton atë të një viti tjetër të 2024-s. Kjo tregon që ka një tendencë në rritje për mosha të reja për të lindur fëmijë. Në 4 vitet e fundit, në maternitetin e Gjirokastrës janë shënuar 1193 lindje, ku shifra më e lartë ka qenë në 2023-shin me 344 bebe, ndjekur nga 2022 dhe 2025 me nga 289 lindje, ndërsa numrin më të ulët e ka shënuar 2024 me 271 të tilla. Në pikën e kalimit kufitar të KKV-s ka vazhduar dhe sot televizion të dy anët e kufirit, por shifrat më të larta kanë qenë të atyre që kanë lënë tokën shqiptare për të shkuar drejt Greqisë. Gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 9.496 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 2.497 në hyrje dhe 6.999 në dalje, si dhe 3.299 mjete në hyrje dalje, nga të cilat 966 në hyrje
dhe 2333 në dalje. Pala shqiptare po punon me 7 sportele, 3 në hyrje dhe 4 në dalje, ndërsa pala greke me 4 sportele. Ndërkohë nga shërbimet e pikës triurave janë përpunuar 524 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 142 në hyrje dhe 402 në dalje, si dhe 184 mjete në hyrje dalje, nga të cilët 52 në hyrje dhe 132 në dalje. Në vijim të punës për restaurimin e plot të manastirit të Spiles dhe kishës Shënmëris, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore është duke kryer fazën përfundimtare, e cila konsiston në restaurimin dhe konservimin e afreskeve të këtij manastiri. Ky proces pritet të përfundojë brenda janarit 2026. Në manastirin e Spiles, në fshatin Seraqinisht të Gjirokastrës, po vjen puna për restaurimin e afreskeve. Për realizimin e këtij procesi janë angazhuar specialistë pikturave murale me përvojë. Një prej tyre është Adrian Çene, i cili ka mbi 20 vite eksperiencë në këtë fushë. Si specialist i pikturës murale kam 22 vjet që merrem me këtë profesion dhe kemi restauruar disa objekte këtu në Gjirokastër përveç kësaj radhe që jemi në manastirin e Shënmërisë në Spile. Kemi punuar në kishën e Lepovës, Kryqit, në shtëpinë e Zekateve, ku kemi restauruar pikturat murale të dhomës miqve dhe një pjesë të tavaneve. Në këtë moment jemi duke bërë disa procese pastrimi nga kripërat dhe më vonë do ndërhyjmë me fazat e tjera, domethënë, të konservimit dhe të restaurimit. Por problematika më e madhe e kësaj pikture murale në këtë kishë janë kriprat. Ka shumë kripra dhe kjo bën që imazhi i muraleve mos të jetë shumë i qartë. Ky manastir tashmë do t'i kthehet identiteti, sepse ka qenë ndoshta i braktisur për shumë arsye, edhe shumë larg qendrës banuese të banuar është dhe prej vitesh domethënë nuk janë bërë ndërhyrje. Këto ndërhyrje vijnë menjëherë pas restaurimit të pjesës arkitektonike të objektit, i cili rrezikonte shembjen. Ka përfunduar restaurimi i pjesës arkitektonike, ku arriti që objekti i cili rrezikoi deri diku në shembjen e këtij monumenti të rëndësishëm për trashëgiminë tonë kulturore, ka përfunduar arkitektura dhe aktualisht po vazhdon faza e restaurimit të afreskut. Na specialistët dhe restauratorë më të mirë që ka vendi tonë dhe procesi po ecën në mënyrë të sigurt dhe me punimet e cilat do ta shpëtojnë përfundimisht humbjen e këtyre vlerave të rëndësishme. Manastiri Spiles është një nga monumentet më të veçanta të trashëgimisë sonë shpirtërore dhe kulturore me moshë afro 400 vjeçare. Me një largësi 20 kilometra nga Gjirokastra, i ka marrë tashmë edhe vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj. Universiteti e Qrem Çabej mbetet i angazhuar për të rritur pjesëmarrjen e studentëve në programin Erasmus+ dhe për të ofruar atyre më shumë horizonte europiane. Vetëm gjatë janarit pritet i drejtohen Letonisë dhe Polonisë 6 studentë, ku njëra prej tyre është Dea, për të cilën do të shënohet eksperienca e dytë Erasmus. Universiteti i Gjirokastrës po përjeton një periudhë shumë pozitive në drejtim të ndërkombëtarizimit, veçanërisht përmes mobiliteteve akademike dhe programit Erasmus+. Këto mobilitete u japin studentëve dhe stafit akademik mundësinë të përfitojnë eksperjenca ndërkombëtare, të shkëmbejnë njohuri dhe të rrisin cilësinë e mësimdhënies dhe të formimit profesional. Dea është nga studentët që pret të përfitojë këtë vit akademik një tjetër eksperiencë Erasmus+, pas asaj të vjetshmes në Spanjë. Si studente e programit Kontabilitet Financë, në janar ajo do të udhëtojë drejt Letonisë. Për mua është hera e dytë, vitin e kaluar kam shkuar në Spanjë, eksperiencia ka qenë shumë e këndshme, njerëzit kanë qenë shumë të thjeshtë, shumë të shoqërueshëm. Mësimet i kemi kryer pothuajse të gjitha në anglisht, të njëjtën gjë do bëjmë edhe këtë vit në Letoni. Çdo gjë është anglisht, kështu që është dhe një mundësi për të përvetësuar një gjuhë të dytë të huaj akoma më shumë. Ndryshim nga vjet në Spanjë, si vjet në Letoni, kemi të detyrueshme të mësojmë gjuhën e tyre. Më duket një eksperiencë që nuk do doja ta humbisja. Dhe po të më jepë mundësia prap do e bëja. Ndoshta jo në Letoni, në një vend tjetër, sa më shumë gjuhë të ndryshme të njohësh, sa më shumë vende të vizitosh, aq më mirë është, sepse je në të njëjtën kohë student, në të njëjtën kohë je edhe turist.
të mos e humbasin shansin që u jepet. Kështu shpreh Dea për ata të rinj që kanë mundësi të ndjekin programet Erasmus+, pasi përveç se rriten nga ana profesionale mund të njihen me kultura të reja e miq të rinj nga vende të ndryshme të botës. Më duket një eksperiencë e këndshme dhe mbi të gjitha do t'ja sugjeroja çdo studenti për arsye se ke mundësi të shkëmbesh njohuri, të mësosh mënyrën se si studiojnë studentët e tjerë në shkolla jashtë, të krijosh shoqëri të reja. Universiteti Gjirokastrës mbetet i angazhuar për të zgjeruar këto mundësi për të rritur pjesëmarrjen në programin Erasmus+ dhe për t'u ofruar studentëve më shumë horizonte europiane pa u larguar nga rënjet dhe vlerat tona lokale, thotë zëvendës rektoria Merita Isaraj. Aktualisht, studentë të Universitetit Gjirokastrës po marrin pjesë në mobilitet e studimit dhe praktike jashtë vendit, ndërsa njëkohësisht presim pedagog dhe student të universiteteve evropiane për të bërë pjesë e mësimdhënies dhe trajnimeve në Universitetin e Gjirokastrës. Të gjitha këto shkëmbime e bëjnë universitetin tonë më të hapur, më konkurrues dhe më të lidhur me standardet evropiane të arsimit të lartë. Një risi shumë e rëndësishme në universitetin tonë është edhe bashkëpunimi me shkollat profesionale, ku studentë të huaj do të zhvillojnë praktika profesionale në bizneset lokale në Gjirokastër, kryesisht në fushën e turizmit, në shërbime, në teknologji dhe mekanik. Kjo sjell përfitime të ndërsjellta, si për studentët ashtu edhe për komunitetin dhe bizneset vendase. Për të ndjekur programet Erasmus+ në janar nga Universiteti Gjirokastrës do të udhëtojnë drejt Letonisë 2 studentë, ndërsa 4 të tjerë i pret Polonia. Lëvizja gjithashtu do të ketë edhe drejt Molisës në Itali në kuadër të marrëveshjes për diplomën e përbashkët Bachelor në Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm. Fabrikat e përpunimit të ullirit në Bashkinë e Finiqit funksionojnë normalisht, por asnjë fermer nuk ka mundur të sigurojë certifikimin e prodhimit të vajit. Njëkohësisht deri tani nuk është bërë e mundur ndërtimi i qendrës së grumbullimit të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Fermerët në Bashkinë e Finikit vjelin prodhimin e rreth 100.000 rënjeve ulliri. Përpunimi i prodhimit të ullinjve bëhet në fabrikat e vajit, të cilat janë shtuar gjatë viteve të fundit. Në 5 njësitë administrative të Bashkisë së Finikit funksionojnë plot 10 fabrika vaji. Disa prej tyre kanë qenë të vjetra dhe janë rekonstruktuar nga pronarët e tyre gjatë viteve të fundit. Megjithatë, shitja e vajit të ullirit vazhdon të kryhet me mënyrë tradicionale, pasi asnjë fermer nuk ka arritur të sigurojë certifikimin e tij. Çdo gjë duhet vihet mbi një bazë ligjore, edhe të certifikohen, edhe të shikohet dhe cilësia e fabrikave të vajit në të gjitha nivelet, si nga ana teknologjike, nga ana higjienike, edhe nga të gjitha veprimet e likshme me qëllim që edhe cilësia e vajit, edhe në vazhdimsi të gjitha të jenë të bazuara në ligje siç është në gjithë Evropën. Ndonse shitja e prodhimit të vajit ka vijuar normalisht, fermerët vazhdojnë të kërkojnë ndërtimin e qendrës së grumbullimit të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Do thoshe që është gjëja më e nevojshme që ky vend që të popullohet, të jetohet, të zhvillohet, është gjëja më e domosdoshme dhe e produkteve bujqësore dhe e produkteve blegtorale, të cilët duhet të organizojë shteti, se neve nuk kemi kooperativa ose biznesmen të organizuar siç janë në kooperativat mindistonjë dhe jo kooperativat e vjetës që ishin të Evropës, kështu që duhet nga shteti të bëjnë përpjekjet e tilla në bashkëpunim me bashkit, me biznesmenat, me qëllim që edhe të mëdhenjt të kenë mundësi që të tregtojnë dhe të rritin prodhimet e tyre dhe pjesa tjetër e popullatës që i ka për përdorim të vet ose për një të ardhur të vogël të marrë dhe ata një zhvillim të dukshëm. Është shumë e domosdoshme. Banorët e Finikit e përdorin vajin e ullirit për nevojat familjare apo të fëmijëve emigrant, por ka edhe disa fermerë të cilët e shesin vajin në tregun e brendshëm. Vagalati është fshati i 1800 banorëve dhe ka infrastrukturën më të mirë ndër 99 fshatrat e bashkive Finiq dhe Dropull. Megjithatë, gjatë muajve të dimrit në fshat numërohen vetëm 90 banorë. Rruga kombëtare Kraneqa Bot dhe asfaltuar, rruga hyrëse e fshatit Vagalat dhe asfaltuar, të gjitha rrugët e brendshme të shtruara me asfalt ose me beton, ujë të pishëm 24 orë në ditë, rrjeti brendshëm elektrik të rësisht i rekonstruktuar. Kjo është situata e infrastrukturës në fshatin Vagalat të Bashkisë Finiq. Nga 1800 banorë që janë regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile, fshati Vagalat aktualisht ka vetëm 5% të banorëve me banim të përhershëm, 90 banorë. Kurse para 7 vitesh, sipas
banorëve në fshatin Vagalat jetonin edhe në Sinin e Dimrit 280 banorë. Kryetari i fshatit zoti Spiro Nasho ka 7 vjet në këtë detyrë. Përveç koordinimit të veprimeve, ai kontribuon me punë vullnetare. Rada e parë, elektrike kemi, ujë kemi, rrugë kemi, vetëm njerëz kemi. Se një nga një ikën të gjithë. Juve keni realizuar gjithë to investime në fshat, edhe rrugët i keni bërë? I kemi bërë me ndihmën të djemëve të ku janë në Greki, kanë dërguar para këtu dhe bërëm të gjitha këto, në ndihmon dhe bashkia. Investimi më i fundit që është bërë në fshatin tuaj, cili është? Rruga e ke bërë, tani e ke bërë rrugët të gjitha, ke bërë dhe këto të dëshimorit të këtu, u vranë. Keni edhe fushën e sportit që po e rekonstruojnë? Fushën e sportit kemi këtu, çdo gjë, nuk na mungon asgjë, vetëm njerëz, kemi njerëz. Ndërsa prefti i fshatit, banori përhershëm na informon për kontributin e shoqatës e emigrantëve, ku dallon investime 40.000 euro për shtrimin e rrugëve të brendshme. Investimet që janë bërë kohët e fundit në Vagalat, se në Vagalati është bërë një kantier, i dedikohet emigrantëve dhe një bashkëpunimi të përkryer me elementin vendës këtu, me krye plakun edhe me këshillin e fshatit, po edhe me bashkin. Edhe kjo frutifikoi që sot Vagalati të ketë rrugë në çdo shtëpi, jo në fshat. Se ndërsa në fshatrat e tjera doan 10 kilometra që të vete rruga, këtu vete në çdo shtëpi. Ja, po të vinë në shtëpinë time që kur të dalësh nga obori dhe deri në asfalt në rrugën qendrore, makina nuk shkel gjikundi në balt ose në dhe. Ndërsa rekonstruksioni i fushës së sportit në Vagalat do të sjellë jetë fshatit me kthimin e të rinjve emigrantë gjatë muajve të verës. Grupi polifonik i Kranes në Bashkinë e Finiqit ka pasur një aktivitet të larmishëm në vitin që sapo kaloi. Madje kanë hartuar edhe kalendarin e aktiviteteve për vitin 2026. Grupi polifonik i Kranes në Bashkinë e Finikit mbat një histori shumë vjeçare, me pjesëmarrje në festivale lokale, kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Repertori i grupit përmban këngë popullore tradicionale, por edhe me tekste të reja të autorëve vendas, antar të grupit, si dhe banor të zonës. Shpesh takohen dhe blinde rasist, ku nuk e humbasin mundësinë të kënduarit për të kënaqur shpirtin e artistit. Unë jam përgjegjës siç thatë, grupit polifonik edhe fshatit dhe të Shen Kozmajit. Për 25-ën bërëm shumë aktivitete, edhe brenda vendit dhe jashtë vendit. Për vitin 2026 kanë hartuar kalendarin e aktiviteteve të cilën e kanë përshtatur me festat popullore dhe fetare të zonës. Për vitin 26 kemi një program me të mirë akoma. E kemi program të bëjmë atë, siç u thash edhe një herë tjetër, domethënë dasmën. Siç bëheshin dasmën në vitet të shkura. Dasmën tradicionale. Dasmën tradicionale, po. Do përgatitje shumë, na mungojnë dhe njerëzit, po megjithatë do ta bëjmë bashkë me klubin e Finikit. Dy fshatrat bashkë, se kishim të njëjtat zakone atëre, edhe do ta bëjmë bashkë për vitin 26. Kështë program si fshat, se Shen Kozmaj pastaj kemi aktivitete të ndryshme për 26-ën. Shumë aktivitete, edhe në Greki edhe këtu. Njëkohësisht, grupi polifonik i Kranes gjatë viteve të fundit është integruar edhe në shoqatën kulturore Shen Kozmaj Livadja, ku performojnë aktivitete të ndryshme si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Dhe këtu përfunduam të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë, miru takofshim.